Belinda Balluku vazhdon të ushtrojë detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, edhe pse më 6 shkurt 2026 gjykata kushtetuese vendosi të rrëzojë kërkesën e qeverisë për pezullimin e saj nga detyra. Arsyeja, vendimet e kushtetueses bën përfundimtare dhe hyn në fuqi vetëm pas publikimit në fletoren zyrtare, një hap që deri më tani nuk është bërë. Verifikimet tregojnë se pavarësisht se kanë kaluar 14 ditë nga vendimi, ai ende nuk është botuar. Për krahasim, vendimet të tjera janë hedhur rregullisht edhe pas datës së vendimit për Ballukun. Ndërkohë sot parlamenti po diskuton ndryshimet e draftit ligjor dorëzuar nga Partia Socialiste, që synon ndryshimin e nenit 242 të Kodit të Procedurës Penale. Aktualisht, ky nen ndalon pezullimin nga detyra vetëm për deputetët, kryebashkiakët dhe anëtarët e këshillave bashkiak. Drafti propozon që lista e subjekteve të mbrojtura të zgjerohet, duke përfshirë edhe zëvendës kryeministrin si Balluku. Ndërkohë, më 23 shkurt pritet të mblidhet Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetet, i cili do të hartojë raportin për heqjen e imunitetit të Ballukut me qëllim arrestimin e saj. Më pas, Kuvendi do të ketë 3 muaj kohë për të vendosur mbi heqjen e imunitetit, një kërkesë e SPAK-ut që nga 16 dhjetori 2025. Që prej 31 tetorit të 2025-s, Balluku është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera në lidhje me ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe Unazës së Madhe të Tiranës. Hetimi het dyshime se një grup zyrtarësh favorizoi kompanitë të caktuara, duke paracaktuar fituesit e 2 tenderave me vlerë mbi 210 milion euro, 190 milion euro për tunelin e Llogaras dhe 20 milion euro për lotin e 4 të Unazës së Madhe.